Shkues të nderuar mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. 2 nëntori është dita ndërkombëtare për t'i dhënë fund mos ndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve. Mbrëmë në Kallëzë për një me kemi transmetuar premierën e dokumentarit për sigurinë e gazetarëve në Kosovë. Programi mbështetur nga misioni OSBE-s në Kosovë ka konstatuar probleme serioze në sigurinë e gazetarëve. Të dhënat nga raporte vendore ndërkombëtare tregojnë që gazetarët të cilët portretizohen si garantues të lirisë së fjalës vazhdojnë të përballen vit pas viti me sulme serioze, të cilat qëllimin kryesor e kanë presionin ndaj punës së tyre. Të dhënat tregojnë se vetëm në vitin 2025, 62 raste kërcënime, dhunë fizike, po ashtu edhe online, janë regjistruar ndaj gazetarëve dhe ekipeve mediale në Kosovë. E përveç sulmeve e kërcënimeve, gazetarët u përballen edhe me fushata linquese që ndikuan direkt në profesionin e tyre. Prokuroria e Shtetit tashmë ka në secilën prokurori koordinator që trajtojnë rastet të cilat janë të përfshirë gazetarët. Për me i diskutu problematikat që hasin gazetarët, sigurinë e tyre dhe rastet që trajtohen në sistemin e drejtësisë, në studio kemi ftu prokurorin e prokurorisë themelore të Mitrovicës, Muharrem Prekazi, Ardiana Thaçi, gazetare, Darko Dimitriević, gazetar, dhe Kreshnik Gashi, gazetar dhe kryeredaktor në Kallëzë.com. Po filloj Kreshnik në konstatimin çka konstatoi dokumentari i cili u transmetua për sigurinë e gazetarëve. Realisht dokumentari konstaton kisha me qujt një luftë speciale ndaj profesionit gazetarisë në vendin tonë, një luftë e cila burimin kryesisht e ka te njerëzit të cilët janë ata e keqja e këtij vendi, pra fillimisht grupet e krimit organizuar, grupet e interesit dhe grupet e cilat vendin e dojnë të korruptuar dhe të paqeverisur mirë dhe vend jo demokratik. Pastaj vazhdojmë te lufta e cila zhvillohet edhe prej pjesës tjetër, pra prej pjesës politike dhe prej një kaste politike e cila nuk e don gazetarin kritike dhe nuk e don fjalën ndryshe, pra fjalën e cila e konteston pjesën e keqeverisjes dhe çkeljes së drejtave të njeriut, dhe pastaj lufta shkon duke u radikalizuar ose duke u shndruar në veprim tek mekanizmat e tjerë të cilët janë ata të cilët i sulmojnë gazetarët, pra njerëz të thjeshtë, njerëz të cilët qëndrojnë prapa këtyre grupeve. Realisht dokumentari konstaton një situatë dhe një gjendje jo të mirë për profesionin e gazetarisë në disa aspekte, e para në aspektin fizik, pra të sigurisë fizike, ku gazetarët dëshmohet tash për të disatën herë që nuk njihen të sigurt në disa situata, nuk po e egzageroj me thonë në të gjitha, mirë po në disa situata nuk njihen të sigurt me bë punën e vet. Ambientin medial pastaj ku gazetarët njihen të cenzuruar për shkak të ose të vetë cenzuruar për shkak të hapësirave ku ata duhet me publiku, e po ashtu konstaton edhe çështjet e tjera të cilat profesionin e gazetarit e bojnë me qenë shumë i cënueshëm, që janë edhe aspektet financiare, për faktin që në Kosovë nuk garantohet një financim i duhur i mediave të kredibile të cilat punojnë në vendin tonë. Problemet pastaj shkojnë duke u rrit në daljen online dhe në sulmet online të cilat zhvillohen ndaj gazetarëve, dhe kjo është konstatuar po ashtu në dokumentar. Ajo që është shumë e rëndësishme me potencuar që dokumentari konstaton probleme, dokumentari ka ide për zgjidhje të problemeve. Mirë po këto ide për zgjidhjen e problemeve nuk janë marrë ende parasysh prej qeverisë të vendit, e cila vazhdon me e injoru thirrjen disa vjeçare prej komunitetit gazetarëve, e tashmë edhe prej komunitetit të organizatave kredibile ndërkombëtare, që gazetaria nuk është duke shkuar në drejtimin e duhur në Kosovë, që presionin ndaj gazetarëve është duke u rrit dhe që qeveria duhet me marrë masa në këtë drejtim. Në anën tjetër, ajo që duhet me potencu është që dokumentari e konstaton edhe elementin tjetër, pra një angazhim në anën tjetër të institucioneve të drejtësisë, që të paktën me disa veprime të nisin me trajtu problemin prej fundit. Pra, kur ne themi problemin prej fundit, është momenti kur dhuna ka ndodhur, edhe kur njerëzit duhet me shku në burg për shkak se i kanë sulmuar gazetarët. Në atë pjesë mund të flasim pastaj për cilësinë e tjerë, mirë, po për neve është shumë e rëndësishme që njerëzit duhet me nisë me kuptu që problemi nuk duhet me u nisë me u trajtu prej fundit. Pra, na nuk duhet me folë shumë sa edhe qysh po i trajtojmë rastet kur po rrehet gazetari, po na duhet me i trajtu rastet në esencë pse po nis
rrahja e gazetarit, pse po nis sulmi i tij dhe kush janë shtytësit që po e bojnë këtë punë. E këto dokumentari konstaton që në vendin tonë nuk është u bë pothuajse kurrë. Ardiana, e ke thonë në dokumentar që ke pas sfida, i ke përmend edhe që të është dashtë ku pas ku 1 milion fëmijë vetë, apëna pse ndodh kjo? Në fakt, kur ne raportojmë, Krishtiku e din shumë mirë, kushdo që është gazetare e din shumë mirë, që kur të raportojmë për një aferë korruptive që prek milionat, që prek interesat e njerëzve të politikës, njerëzve të biznesit, kudo tjetër, normalisht që ekziston frika. Dhe tek ne gazetarët, frika kryesore, sidomos ne të cilët jemi prindër, frika kryesore nuk është frika që ne na ndodh diçka, por normalisht është frika që fëmia tonë, familja jonë mujë me psu. Kom pas shumë herë kur fëmijën i kom lënë një qoshët rrugës, edhe ju kom thonë thërnë numrin e telefonit normalisht duke i lënë porosin në rast se unë vonohem, për shkak se kam pas frikën që nëse unë ndezi veturën, mundet me pas diçka, edhe pse fatbarësisht në Kosovë nuk kemi arë në qatë stat, por ashtu si që tha edhe Krishniku që nuk duhet me pritë që situata me ardhë deri në një moment kur mundet me të shpërthy vetura, mundet me të rredi kush rrugës, do duhej që institucionet të bëjnë një reagim pak më të madh në momentin e parë kur gazetarët tregojnë për atë frikën ose për presionin që e marrin kryesisht me njerë pas raportimeve që bëjnë për rastet korruptive apo rastet të tjera që përfshin edhe krimin organizuar. Por ne kemi parë në praktik realisht që ka pak si me thonë, ka pak iniciativ edhe prej institucionave të drejtësisë, në rast se ata nuk e shohin që është kërcënim direkt për të marrë dhe për të drejtuar rastet si që duhen, e shënojnë si raport zyrtar dhe më pastaj e lënë diku në arkivat e institucioneve për t'i trajtuar. Tash, unë nuk kam pasur ndonjë rast të sulmit fizik, por me rastet e kërcënimeve, me rastet e shantazhit, na përballemi çdo të lumën ditë, çdo raport. Është edhe një metodë e re që ka nisur kohëve të fundit, që është pa ditë slap që vinë kundrejt gazetarëve pikërisht duke dashur ti tentojnë ti ndalin ato punimet e tyre të cilat i bajnë. Dhe tash unë nëse unë them që është një lloj sfide e madhe që ne po përballemi çdo ditë me padime, ankesa nga palët, pavarësisht që ti u jep mundësinë me fol, e merr versionin e tyre, e çet versionin real që ata kanë thonë, e çet versionin real të palës tjetër, ata i drejtohen gjykatave, i drejtohen prokurorisë. Unë po besoj që ata do të gëzohen që e kanë arritë qëllimin që këto padi po ndikojnë tek ne. Realisht këtu po ndikojnë jo vetëm në punën që ne e bëjmë si gazetar, por edhe në frikën e gazetarëve të rinj që të nisin nesër me trajtu një rast pikërisht për shkak të faktit që kanë me u përballë në gjykat, kanë frikë se mund të përfundojnë në gjykat, sepse kur nuk je i sigurt në ato që e raporton, pavarësisht që ti i ketë bazuar në ligj, i ketë bazuar në fakte dhe në dokumente, për gazetarët e rinj është shkaqja sfiduese. Po do të përmend një rast konkret të një kolege që punojmë bashkë, kur na erdhi një padi, që fatbarësisht atë padi e kemi fituar, tashme është edhe në shkallën e dytë është fituar, ka pas të bëjë me një padi që ka ardhur nga një institucion publik nga Universiteti i Prishtinës, kundrejt një gazetare që kishte raportuar për shitblerjen e diplomave. Dhe ditën e parë kur e ka marrë padin në dorë, ka ardhur e friksuar në zyrë dhe ka thonë, ku me përfundu në burg. E thashu, ka dole, përse s'ki me përfundu në burg, pret, ulem, e trajtojmë. E kemi shyrtu rastin. Në momentin kur u kry padia, dhe më thonë, vetëm atëherë, ajo ishte edhe shtatzon, vetëm atëherë, e kuptoj që puna e saj nëse bëhet në mënyrë profesionale nuk ka pse më utut, por hetë se shtin janë men këto 500 gazetarëve të ri, që janë të paktën në Kosovë, që çdo ditë ballafaqohen me një sfidë të tillë. Dhe unë mendoj që kjo është lufta kryesore që janë duke e bë kryesisht grupet e interesit, duke i friksu gazetarët me padi, edhe normalisht që këto nuk mujmë pa e përmend faktin që gjithë kjo çka po ndodh në Kosovë, gjithë ky sulm ka ardhur pikërisht nga një qeverisje 5 vjeçare që në çdo dytën fjali e ka pas që mediat janë të shitura, mediat janë pjesë e krimit, mediat janë ato të cilët nuk duhen me pas qeveri. E linçimit që e kemi temë të veçantë në këtë debat, ndërkohë po kaloj te ti, pse puna në media lokale konsiderohet që është më e rrezikshme ose më e rrezikume? To je jako teško pitanje. Posao u lokalnim medijima je zapravo posao u sredini gde vas svi poznaju i gde vi u stvari poznajete sve. I kada izveštavate o nekoj temi, ako ste novinar koji poštuje novinarske standarde, forme i etiku, vi nećete zaobići suštinu i istinu i zapravo to je prava priča.
zbog toga je zapravo i teško biti lokalni novinar na pravom putu u nekoj bilo kojoj lokalnoj sredini i često beležimo dakle situacije u kojima lokalni novinari imaju problem dakle sa bezbednošću. To je ono što jeste jako važno i pogotovo kada su te neke priče o korupciji o kojima su i kolege ovde govorile u pitanju, kada vi kažete nešto, saopštite nešto do čega ste došli, nešto što ste saznali i to zagolica maštu onih centara moći koji možda ne žele da se istina sazna, onda su lokalni novinari u problemu. Dakle, to je suština cijele priče. Neretko, ne samo sa centrima moći, lokalni novinari, a bilo je slučajeva i kod nas, dakle, i u našoj redakciji, ali znam i druge kolege, dakle, poput redakcije Kosova i sa organima reda, poput policije ponekad i dakle, oni koji bi trebalo da zaštite novinare često se nađu kao smetnja radu i izveštavanju novinara na jedan profesionalan i objektivan način. Zotri Prekazi, pokali tek ju, dokumentari konstaton që është një klim, ekziston një klim ku njerëz nuk po frigohen me I kërcënu gazetarët, edhe krejt kjo po bëhet për shkak të mos ndëshkueshmërisë së tyre në formën më të drejtë. Qysh e perceptoni ju? Lidhur me këtë çështje, unë mendoj që sa I përket edhe pjesës parë që ne trajtoi Krshniku, është e rëndësishme të theksohet se prokuroria në këtë rast flas specifikisht për Prokurorinë Themelore Mitrovica, se rastet që kanë pas të bëjnë me sulme ndaj gazetarëve janë trajtuar me kujdesin më të lartë dhe në raport me çështën e aspektit të ndëshkueshmërisë, unë njoftoj se ka edhe dënime me burgim në raport me rastet kur janë sulmuar gazetarët, por të njëjtën ka edhe disa dënime të tjera të cilat janë shqiptuar nga ana e gjykatave si rezultat I hetime dhe po dhe akte akuzuese të ngritura nga ana e prokurisë shtetit. Është e rëndësishme të theksohet se kur kemi të bëjmë me raste të sulmit ndaj gazetarëve, nuk cënohet vetëm aspekti I individit, po cënohet edhe pjesa e aspektit kushtetues e rregulluar edhe me dispozita në 48, dhe 42, që ka të bëjë me cënimin që çfarë do lloj forme cënohet e drejta e lirisë së shpërndarjes së informacionit, po edhe ideve në raport me aspektin e mediave. Është e rëndësishme të theksohet se këtu në aspektin penal, Kodi jon penal nuk e trajton çështjen kur ka të bëjë me sulm ndaj gazetarëve në raport me formën e aspektit kualifikues, pra nuk e trajton si shtetet e tjera të cilat kanë të rregulluar edhe pjesën kur ka të bëjë me punën dhe angazhimin gazetaresk në raport me aspektin e mediave. Për më tepër është e rëndësishme të theksohet se Prokuroria Themelore Mitrovica ka pas një garancë të lartë në raport me çështjen e ndjekjes penale, kur mund të arsyetojmë mbi bazën e aktakuzave të ngritura, por edhe gjykimeve për të cilat janë zhvilluar mbi bazën e këtyre aktakuzave, ku rezulton që 90% e rasteve, sepse ju e dini, viti 2023 ka qenë një ndër vitet më të rënda në raport me punën e gazetarëve, ku rezulton që dikon rreth 73 raste, 50% e tyre në rajonin e Mitrovicës. Edhe mbi bazën e hetimeve të zhvilluara nga ana e prokurisë shtetit, në bashkërendim të plotë edhe me policinë e Kosovës, kemi arritur që 90% e këtyre rasteve që të identifikojmë kryesit e vepra penale, që të kërkojmë që këta kryes vepra penale të zhvillohet procedura në raport me ta në kohët të aspektit penal. Për më tepër, unë mendoj që sa I përket rasteve të sulmit të gazetarëve, janë edhe disa gjykimeve për cilat gjykata Themelore Mitrovica ka nxjerrë vendime dënuese në raport me kryen e këtyre vepra penale, ku ndërta ka edhe dënime me 10.000 euro, për cilat besoj që ju mund ta trajtoni në nivel vendi, asnjë lloj dënime nuk ka. Për më tepër ka dënime me burgim, ka dënime për cilat na vlerësojmë se është arrit qëllimi I dënimit. Nuk e them, për secilin rast mendoj që duhet punë edhe më e madhe, mendoj që duhet edhe angazhim më I madh, po flas me përgjegjësi të plotë në raport me punën dhe angazhimin e prokurisë shtetit në kuadër prokurisë Themelore Mitrovica, se kemi arritur që 90% të rasteve të zbulojmë, kemi arritur që kryesit e këtyre vepra penale, jo vetëm në raport me punën e gazetarëve, por të njëjtën kohë në raport me punën e shoferëve, në raport me punën e kameramanëve, ekipeve mediale. Tërsi kemi tentuar që të sigurojmë që puna gazetareske në raport edhe me angazhimin tonë, por të njëjtën kohë edhe me obligimin e respektimit të Kushtetutës së Republikës Kosovës, që puna e gazetarëve të jetë e pacënueshme, të njëjtën kohë që puna e gazetarëve të jetë e lirë
dhe shpërndarja e informacionit të jetë e garantuar për secilin medium, secilin gazetar, dhe se puna e tyre mos, unë nuk e mohoj në raport me çështën e ngritur nga ana e panelistës tjetër, se ka pengesa, se ka sfida, por a mund të themi se jemi më mirë se shumica e vendet të rajonit. Unë e kam trajtuar edhe legjislacionin në raport me shtetet të rajonit, ku rezulton që disa shtete kanë të rregulluar çështën në raport me rastet kur kemi të bëjmë me punën e gazetarëve, ku kanë forma të kualifikuara të vepra penale, që unë mendoj që kjo është edhe kërkesë, por edhe mendim i imi, që edhe në rastin tonë është dashur që kur kemi të bëjmë me rastin ndaj sulmit ndaj gazetarëve të jetë formë kualifikuese, sepse ndërlidhet me punën që të njëjtin kohë përbën edhe pjesë të obligimit në raport me aspektin kushtetues. Prandaj edhe ky është një mendim jam. Kreshnik, ju që shësheni, a ekziston kjo klim, sepse prokurori e përmendi që nuk është që nuk ka ndëshkueshmëri ndaj personave që sulmojnë, po na po shohim hala ka raste vazhdimisht që sulmohen gazetarë. Fillimisht është puna e parë ose zotimi institucional deklarativ që do të ketë prokuror të caktuar, policë të caktuar dhe hetime serioze në raport me gazetarët. Për shkak të një presionit madh publik i cili është bë, sulmet ndaj gazetarëve kanë kalu me u hetu gjithmonë për nivelit më serioz të policisë të Kosovës dhe të prokurisë shtetit. Pra, krimet e rënda, njësia elite merret me secilin sulm të gazetarëve dhe njëjtë merren prokurorët e krimeve të rënda në secilin prokuri kompetente. Mirë, po ajo që na vazhdojmë me konstatu është që cilësia e punës në hetimet e rasteve penale të sulmeve ndaj gazetarëve duhet me urrit dhe duhet me përdorë teknika dhe më të avancuara të cilat synojnë me grumbullu më shumë prova rreth asaj çka na e quajmë sulm ndaj gazetarëve. Elementi i parë i cili neve na ndodh në shumicën e rasteve është mungesa e zbulueshmërisë së qëllimit të kryerjes së veprës penale. Pra, ajo çka duhet prokurorët dhe policia me gjurmu shumë më shumë është qëllimi pse dikush e sulmon një gazetar. E dyta që tash duhet me u avancu është qëllimi ideologjik. Për shkak se kërkush nuk del me sulmu një gazetar pa e pas një motiv serioz për me kryer atë punë. Nuk po flas këtu për sulmet në afekt. Pra se kemi parasysh, kemi situata ku gazetarët mujnë me u sulmu prej një rrojtarit të një objekti i cili nuk e dim punën e gazetarit, është bo nervoz pak, ajo është sulm në afekt. Mirë, po kur flasim për sulmet e strukturume, për sulmet online, për sulmet e organizume, atje ka motive ideologjike, ka motive politike, ka motive ekonomike. Dhe në këtë situatë na ende nuk kemi mrime e gjurmu sakt se cilin motiv ose cila rrym është duke e shty sulmin ndaj gazetarëve dhe mendoj që duhet më punu shumë këtë drejtim për me pa nëse sulmet janë të organizume prej një subjekti politik, nëse janë të organizume prej një subjekti ekonomik, prej një grupi terrorist, prej një grupi radikal, etj. Na i shohim sulmet, i shohim presionet, po gjurmimi i kësaj pjese nuk është duke ndodhur në kualitetin e duhur. Pra, prokurori, policia, mesin deri te dokumentimi i sulmit, sigurimi i provës, po kjo analizë ende mungon dhe këto po synojmë me ngrit vetdijen që me u vazhdu si e tillë. Pastaj vjen çështja e sanksionit dhe dënimit. Normalisht, gazetarët në momentet të caktuara për asaj që unë e kam pa në proceset gjyqësore, janë të prirur me falë në momentin e parë. Dhe kjo e krijon një situatë ku pastaj në gjykat, në momentin kur gazetari shkon në gjykim dhe e deklaron që nuk është shumë i interesuar me bën ndjekje ndaj atij personit e tjerë, gjithmonë gjykata duhet me shku ka dënimet më të buta. Mendoj që në këtë situatë gazetarët duhet me qenë insistues që ata që e kanë prek fjalën e lirë me kërku dënime maksimale prej tyre dhe pastaj edhe prokuria me insistu që me gjetë sa më shumë rrethana rënduese për këta njerëz që me vendos para ligjit. Me pas parasysh faktin në rastet cilat i kemi Kreshnik, a e bën gjykata një të tillë? Proceset janë tash sepse veprat të cilat zakonisht shkojnë gjykat për sulmet ndaj gazetarëve janë kryesisht kërcënime dhe trajtohen si vepra jo të nivelit të lartë të kërcënimit dhe si tilla në momentin kur shkon proces gjyqësor në farë forme shkon të zvoglu probleme dhe të kriju një farë paqe. Mirë, po në këto raste do të me pas parasysh mesazhet që ne çojmë te publiku dhe mesazhi që njerëzit e tjerë edukohen prej atij dënimi, dhe në këtë situatë mendoj që duhet me pas shumë më shumë seriozitet dhe duhet me pas shumë më shumë rritje të dënimeve, po dhe ashtu sanksioneve plotësuese në raport me kryerjen e veprës penale. Një element tjetër që duhet me përmend po ashtu është që
përkundër faktit që na nuk kemi për një kohë gjatë sulme të mëdha ose vrasje të gazetarëve, megjithatë na I kemi një numër prej më shumë se 15 rasteve të vrasjes të gazetarëve, të cilat janë ende të pazbulume, të cilat lidhen prej vitit 98 deri në vitin 2005, dhe këto raste ende vazhdojnë me qenë të hapura në Prokurorinë e Shtetit, ende vazhdojnë me pas, janë një njoll e zezë për prokurin për shkak se ende nuk janë zbulu si tilla, nuk e ka një verdikt prej gjykatës. Mendoj që trajtimi I këtyre rasteve duhet më marrë me prioritet dhe duhet me unis procese, jo me unis ato janë të nista, po duhet me pas një dedikim që prokuror të ri, njerëz të ri të cilët mujnë me të paktën me dhonë dritë në të raste me u marrë seriozisht metodë me nisë me I trajtu si tilla, pra mos me I lënë me mbet ndoshta për krejt historinë e vendit si rastet pazbulume dhe rastet I tyre me të patrajtume. Prokuror, po du me u lidh me atë që paraprakisht e thatë ju në lidhje me rregullimin edhe çështjes jo vështën dëshkueshmërisë, se përmendi edhe Kreshniku faktin që ka raste cilat janë zgjidhur dhe kanë marrë një epilog, pas njëherë nuk është zbulu motivi se çka e ka shty dikënd, qoftë me kërcenu apo me sulmu një gazetar. Në rastet që I keni trajtuar ju, a ka ndonjë rast në të cilën keni arrit në fund me zbulu motivin apo qëllimin të personit që qoftë është akuzuar apo arrestu në lidhje me sulme ndaj gazetarëve? Mendoj që po është arrit në disa raste caktuar, sepse ju e dini objektiv edhe Prokurisë së Shtetit, po edhe hetimit është edhe arsyeja mbi bazën e cilës ka rezultuar dhe kryerja e veprës penale. Në raport me disa raste që na I kemi trajtuar, hetuar dhe për cilat edhe kemi ngritur akt akuzuese në kuadër gjykatave kompetente, sipas kompetencës territoriale, është arritur edhe që të arsyetohet fakti se cili ka qenë qëllimi në raport me kryen e këtyre vepra penale. Ta zënë të rastet e veriut që kanë rezultuar në kohën kur autoritetet tona kanë tentuar shtrirjen në autoritetet ligjore në kuadër të pjesës veriore të Kosovës. Ne kemi arsyetuar faktin se qëllimi I tyre ka qenë I caktuar mbi bazën e grupacioneve, veprimeve, mbi bazën e cilat kanë tentuar që të pengohet puna e njoftimit, njoftimet në raport me angazhimet gazetareske, në raport me njoftimin dhe informimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës lidhur me zhvillimet cilat kanë rezultuar në atë kohë në atë pjesë të Kosovës. Pra, jo në çdo rast është e mundshme që të zbulohet edhe arsyeja, mjedisisht faktet dhe rrethonat për cilat e kanë shtyr personin me kryer vepra penale, por Prokuria e Shtetit mban detyrim atë edhe për cilën e konstatoi edhe Kreshniku se duhet që të arsyetoj dhe të vërtetoj faktet lidhur me cilat ka arrit deri tek qëllimi, gjithsesi dashja për cilën edhe ligjvënësi ka parapo, lidhur me arsyeën e kryerjen e veprës penale. Por në anën tjetër, ajo që është e rëndësishme theksohet. Prokuria e Shtetit, në bashkëndrim edhe me policinë, kemi arritur që të sigurojmë për shumicën e rasteve kryesë të vepra penale. Kemi arritur që ata kryesë vepra penale, ato për cilat janë gjykuar, edhe cilët janë shpallë fajtor me akt gjykime të plotësishme të gjykatave, tashmë kemi disa raste dhe unë mendoj që kjo është ajo për cilën ne duhet punojmë shumë më shumë që edhe këto dënime, edhe këto akt gjykime të publikohen dhe të njoftohet publiku lidhur me pasojën e kryerjes së këtyre veprave penale, pasi që ju e dini qëllimi I dënimit ka të bëjë edhe me parandalimin e kryerjes së veprave penale të tjera, këtë rast edhe në raport me personat e tjerë. Unë mendoj që puna dhe angazhimi I Prokurisë së Shtetit, sepse ju siç e dini, Prokuria e Shtetit në kuadër të objektivave të punës e ka me prioritet edhe rastin e trajtimit kur kemi të bëjmë me rastet ndaj sulmit ndaj gazetarëve. Pra, ne kemi arritur që shumicën e këtyre rasteve t'i trajtojmë, t'i zbulojmë kryesë të veprave penale, t'i ngritim aktet akuzuese, t'i përfaqësojmë këto raste. Për më tepër është një ndër rastet që unë mendoj që kemi arritur të tregojmë sukses, pasi që në disa raste, me rastin e ngritjes së akuzave, në raport me rrethonat rënduese kemi arsyetuar faktin se është e nevojshme të shqiptohet edhe dënim me burgim, që paraqet një formë standard me cilën ne kemi tentuar që të garantojmë që puna e gazetarëve të jetë e mbrojtur dhe të njëjtën kohë edhe në raport me aspektin kushtetues dhe ligjor. Më intereson me ditë. Sikur kishte qenë rasti diku tjetër, sikur të mos kishin qenë gjithë ato kamera rreth rrotull ku janë po gjithë ata të cilët I kanë sulmu gazetarët. A kish pas këtë epilog ky rast? Për shembull, si në rastet e tjera kur ne nuk e dim kush na kërcënon, nuk e dim kush na shantazhon, thjesht prokuria e ka për detyrë me I zbulu. Në rastin konkret ju I keni pas me figurë, me emër, me mbiemër, gjitha në tavolinë. Jo, ne kemi pas me figurë, por nuk e kemi pas me emrin dhe mbiemrin. Emrin e kena zbulu na.
Por në anën tjetër, në raport me çështjen e zbulimit, procesi gjyqësor është proces në cilin mbi bazën e provave dhe fakte prokuroria e shtetit sipas dyshimit të bazuar mirë e ngrit aktin akuzues, ndërsa mbi bazën e stadit dyshimit të arsyeshëm me fillim hetimin. Është e rëndësishme theksohet se prokuroria e shtetit në secilin rast kur kemi të bëjmë, ju e dini, ka pas raste vetëm kur janë sulmuar automjetet në lëvizje të gazetarëve. Edhe për ato raste na kemi tentuar që të zbulojmë dhe kemi zbuluar raste që kanë pas të bëjmë me këto rrethana. Kur jeni këtu prokuror, po më intereson me ditë, a keni arrit ndonjë rast me zbulu i cili tregon mos dikush ka marrë pare, mos është bën ndonjë organizim për me i sulmu gazetarët, sepse po flasim edhe për një periudhë, përmendet edhe jo janë 10 raste që janë shënu në vitin 2023 tutje, është pikërisht kjo që po e përmendni tani, vetura të thyera, demoluara prej protestuesve. Unë për aq sa kam informacion dhe të njëjtën kohë, për aq sa kam njohuri në raport me çështën sa i përket sulmit gazetarëve, ju e dini ne kemi ngritur akt akuzë dhe kundrejt personat që bojnë edhe pozita publike. Ju e dini, ka raste kundrejt ministrave, ka raste kundrejt deputetëve, do të thotë angazhimi jon ka qenë i qartë. Qëndrimi jon ka qenë i drejtë dhe të njëjtën kohë në raport me aspektin publikut, do të thotë veprimet tona kanë qenë të aspektit hetimeve, po edhe të garantimit të respektimit kushtetutës dhe ligjit. Është e rëndësishme të theksohet se për secilin rast, edhe në ato raste kur nuk ka kamera, edhe në ato raste kur pjesa e aspektit provues është me pengesa, gjithsesi ka mund mangësi në raport me provat me cilat e garantojnë dhe arsyetojnë fakt në raport me kryen e veprës penale, por pasojë është ka këtu. Na kemi ndërmarrë veprime për të zbuluar secilin rast kryesit e vepra penale. Kjo në raport me aspektin e prova materiale, por edhe të njëjtën kohë edhe në raport me aspektin e prova personale, sepse ju e dini, ligji i trajton 2 standarde të aspektit provues, në raport me provat materiale, gjithsesi videoincizimet, në raport me provat personale, deklaratat e dëshmitarëve dhe persona të tjerë. Unë e them me përgjegjësi të plotë se prokuroria në raport flas për prokurinë themelore me terroristë ekskluzivisht, kemi punu që secilin rast ta trajtojmë me seriozitetin më të lartë. Kemi punu që secilin rast ta trajtojmë në afate sa më të shpejta kohore. Edhe mendoj, ju e dini, secili prej këtyre rasteve i cili ka shkuar në gjykim dhe për cilin është përfunduar procesi gjyqësor, është pall me akt gjykim dënues. Do thotë kjo është garancë se prokuroria themelore me terroristë ka punu që për secilin rast të kërkoj që t'jepet një epilog. Unë nuk marrë përgjegjësi në raport me çështën e aspektit gjykime, sepse ju e dini se cili person është i pafajshëm derisa gjykata. E rëndësishme është kur i merrni ato akt gjykime, a bëni ankesë për ato dënimet që t'jepen Po, ju e dini, po, në aspekti vlerësues në raport me çështën e paraqitjes së ankesës i mbetet diskrecionale prokurorit shtetit. Në raport me atë se të vlerësoj se me këtë dënim të shqiptuar është arritur edhe qëllimi i dënimit. Unë ju thash edhe paraprakisht. Prokuroria themelore me terroristë ka ngrit akte akuzuese që janë të veçanta me cilat kemi kërkuar që në rastet ndaj sulmit gazetarëve dënimit të jetë dënim me burgim, sepse kemi jep qëndrime se vetëm me këtë dënim arrihet qëllimi i dënimit. Dhe unë ju them, merrni trajtoni rastet e tjera në raport me akte akuzuese dhe a gjeni asnjë lloj qëndrimi pranë akteve akuzuese. Kjo mendoj që ka qenë si angazhim, unë mund të them edhe mbi bazën e diskutimit me kryeprokurorin e prokurorisë themelore me terroristë, po edhe zyrën e kryeprokurorit shtetit, që qëndrimi jon është i qartë. Puna e gazetarëve zhvillohet pa pengesa. Në rastet të cilat ju i keni trajtuar, zotëri Prekazi, çysh ka qenë praktika e gjykatës së apelit? Ka pas raste ku në rastet që ju i keni trajtuar ka shpërsu dënimin apo ka ndryshuar diçka? Me aq sa kam informacione, ka raste kur e ka zvogëluar dënimin, gjithsesi ka shqiptuar dënime më të buta, por tashmë ne kemi marrë edhe një format tjetër të veprimit, ku në 2 rastet e fundit ne kemi tentuar edhe kemi arritur qëtime dhe marrëveshje për pranimin e fajësisë, me të pandirë dhe mbrojtësit e tyre, ku kemi arritur dhe kërkesa jonë ka qenë që dënimi i shqiptuar, gjithsesi dënimi i propozuar të jetë 10.000 euro gjop. Dhe unë ju them, merrni dhe trajtoni dënimet e shqiptuara në raport me këto raste të tjera penale, se cilat janë dënimet e shqiptuara nga ana e gjykatave. Do thotë kriteri i kërkuar nga ana e prokurorisë shtetit është ky nivel. Që rastet kur kemi të bëjmë me raste ndaj sulmeve, kanosjeve, lëndimeve, e kështu me radhë, në raport me punën e gazetarëve, dënimet të jenë të nivelit dhe karakterit me cilin arrihet qëllimi i dënimit.
Në këto marrëveshje prokurora, keni para pa edhe kompenzimin e të dëmtuar? Na kem kërkuar që të bëhet edhe pjesa e kompenzimit dëmtuarit, pa aspekti i kompenzimit dëmtuarit është vlerë diskrecionale e palës dëmtuar sa paraqet kërkesë. Patjetër. Pra, në rastet kur kemi të bëjmë me aspektin e kanoseve, aspekti i vlerës së damit, përcaktohet në procedura tjera, sepse gjykata në raport me aspektin penal nuk trajton çështën në raport me kompenzimin e damit, kur ato e pengojnë rrjedhën e procedurës penale. Por që si tilla, ne kemi kërkuar që për këto raste të njihet e drejta për kompenzim dami. Vlerën ta përcaktojmë pastaj gjykata në raport me aspektin e procedurës civile. Ne kemi jep qëndrimet e tona dhe mendoj që kemi arrit që të sigurohet që gjykimi, por edhe dënimet të jenë nivel, por ju e dini që dënimi mbetet diskrecionale e punës gjykatës. Sa ju kushtoni edhe këtë, të kaloj pastaj tek Kreshniku, sa ju kushtoni rëndësi marrëveshjeve për pranimin e fajësisë, sepse potencialisht në këto marrëveshje mundet me i akuzuari në këtë rast ose i dyshuari e pranon fajësinë, po me shku pak ma larg me këshyrë nëse mbrapa që ati personi është edhe dikush tjetër. Shene, është e vështirë me u bo kjo. Kur flasim për marrëveshjen për pranimin e fajësisë, ajo është term i cili rezulton me bazën e pranimit personit në raport me kryerjen e veprës penale, për cilën edhe përcaktohet dënimi shqiptar. Është çështje tjetër nëse ne kërkojmë që të shpallet dëshmitar bashkëpunues dhe njëjtit na informojnë edhe për personat e tjerë që kanë kryer vepra penale. Në raport me çështën e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, unë mendoj që prokuroria e shtetit ka pas disa pengesa në raport me këtë institut. Kjo pasi që kjo është vlerësimi im, flas për aspektin personal. Gjykatat kanë shqiptuar në disa raste dënime shumë të ulta. Ka raste 300, 400, 500 euro ka dënime. Kërkesa jonë ka qenë 10.000 euro. Pra, ky diferencë edhe ky dallim në raport me kërkesën e prokurorisë shtetit, shpeshherë ka derivuar që palët mos pranojnë marrëveshje për pranimin e fajësisë, po të kërkojnë që gjykimi në raport me aspektin e dënimit të zhvillohen në kuadër gjykatës. Dhe ju e dini, ka shumë raste që gjykata, për cilat edhe ne kemi jep qëndrimet e tona, sepse flas për drejtën për me parashtruar ankesë në raport edhe për llojin, po edhe lartësinë e dënimit. A ka pas raste për shembull kur gjykata e ka tejkalu marrëveshjen, ka shqiptu dënim? Flasëm për çështjen e rasteve kur kemi të bëjmë me punën e gazetarëve me asa e dionik. Jo. Kreshnik, prokurori Prekazi foli për rastet cilat i kanë trajtu në prokurorinë e Mitrovicës, po çysh e ke pa në prokurori tjera, sa janë trajtu me seriozitet rastet e sulmeve të gazetarëve? Po tash pasi kemi edhe prokurorin Prekazi këtu, po du më kthi prapë me vazhdu me qenë te Mitrovica, pra ka qenë fati mirë që në sulme direkte të cilat kanë ndodhur ndaj gazetarëve kemi pas kamera aty dhe është filmuar çdo gjë. Mirë po, situata ende nuk është e trajtuar në plotësi për mendimin tim në pjesën e Mitrovicës, për shkak se ende disa raste shumë serioze, të cilat e kanë ndikuar shumë lirinë e fjalës në atë zonë janë ende të pazbuluara. Pra, ne nuk duhet me pa problemin e Mitrovicës vetëm në raport me sulmet që kanë ndodhur në protesta, po duhet me pa në raport me një sulm sistematik ndaj gazetarëve dhe kolegëve serb të cilët kanë punuar atje dhe të cilët janë friksuar dhe janë kërcënuar në mënyrë sistematike. Kemi kolegë që ju kanë sulmuar veturat, ju kanë sulmuar zyret, janë kërcënuar fizikisht dhe këto raste ende nuk e kanë marrë një epilog final, pra nuk kanë persona në burg për këto raste. Këtu zakonisht po flasim për gazetarët e Kosovës të cilët kanë qenë i disa sulmeve në pjesën veriore të Kosovës dhe ende kryerësit nuk janë zgjatur. Gjithashtu duhet mi përmend disa raste të tjera ku edhe gazetarët shqiptar janë penguar në punën e tyre në pjesën veriore të Kosovës, por këtë radhë nuk kanë qenë vetëm strukturat paralele ose protestues të cilët i kanë sulmuar gazetarët, po kanë qenë edhe strukturat politike të cilat i kanë penguar gazetarët të cilët kanë në situatat caktuara të filmu operacionet policisë ose arrestimet të cilat kanë ndodhur prej anës policisë. Këtu po flas për një situatë ku njëra prej kolegëve tona, Florinda Kelmendi, është penguar në punën e vet në sheshin e Mitrovicës të Veriut prej një këshilltari të kryetarit komunës, i cili në sy të policisë
e pengon në filmim gjatë protestës. Edhe ky rast është bukur problematik për shkak se është dashur një procedurë shumë e gjatë për më shumë me raportu rastin, përderisa rasti ka ndodhur në syt policisë. Pra, policët të cilët kanë qenë aty nuk e kanë pa që një këshilltar i një kryetarit komunës po shkon, po ja kap telefonin një gazetari, po e pengon gazetarin punën e vet. Për mua këto janë situata shumë problematike kur zyrtarët e institucioneve shndrohen në sulmues të gazetarëve. Dhe kjo për mua tash po derivon dhe po na tregon një situatë tjetër ku na po shohim edhe sulme të ngjashme ose pengime të ngjashme, për mos i quajt sulme prej anës autoriteteve në raport me punën e gazetarëve. Ne vazhdimisht jemi tu pa shtyrje prej policëve të mbrojtjes stafërm në konferencat për shtyp për me hap rrugën për gazetar. Nuk mendoj që është pamje e mirë, nuk mendoj që është trajtim i mirë i punës gazetarëve dhe mendoj që duhet me tentu me ul dhe me tentu me zgjidh këtë problem për shkak se pamja kur ec kryeministri edhe gazetarët shtyhen prej sigurimit nuk është pamje të cilën Kosova është dashur me eksportu edhe për arenën ndërkombëtare, po edhe për publikun tonë të mëranshëm. Pse kjo nuk duhet me ndodhë? Kjo nuk duhet me ndodhë për shkak se kur qytetari e sheh që kryeministri po vepron ashtu në raport me gazetarë, dhe kur po flasim kryeministri, po flasim për lojtarët e tij të cilët shtyn gazetarët gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj që kjo duhet me u trajtu. Është tentu që kjo çështje me u trajtu në aspektin penal, pra kemi pas një rast ku është tentu që me ankesë në prokurori rasti me shku si vepër penale, pra kur polici po e pengon gazetarin punë vet për mja hap rrugën kryeministrit, prokuroria në këtë rast nuk ka pa vepër penale. Pra nuk ka konsideruar që është vepër penale. Po kjo nuk nënkupton që kjo sjellje është e heshme. Kjo nuk nënkupton që kjo sjellje është e bukur, kjo sjellje nuk nënkupton që kjo sjellje është edukative për komunitetin tonë. Dhe jo gjithmonë çdo gjë që zhvillohet në raport me punën e gazetarëve duhet më trajtuar në aspektin penal. Për këtë arsye po e ngres shumë zonën që me shumë thjesht me bë thirrjen që njerëzit të cilët janë në politikë, njerëzit të cilët janë në institucione, duhet veprimet jo vetëm me i pa apo kryjm vepër penale ose apo e sulmojmë dikon, po dhe çush po dokemi në publik. Edhe në rast se ne po dokemi keq, duhet me ul dhe duhet me diskutu çish me rregullu këtë situatë. Nuk janë gazetarët aty për me sulmu politikantë, nuk janë gazetarët aty për me shantazhu politikantë, ata janë aty për me marrë një përgjigje të cilën i duhet publikut. Ata janë aty për me filmu në situata të caktuara, edhe abuzimin me drejtat e njerëzit, janë aty edhe me filmu situata ku njerëzve kanë shumë mirë shkel parimet bazike dhe keni parasysh që shumica e institucioneve të Kosovës sot janë më të mira për shkak të punës të gazetarëve. Pra, edhe policia, edhe prokuroria, edhe institucionet tjera publike janë më të mira për shkak të një kritike të cilën e kanë zhvilluar gazetarët në mënyrë të vazhdueshme. Njëjtë që edhe gazetarët janë më të mirë për shkak të punës së institucioneve. Keni parasysh që na në vazhdimsi Ardiana e përmeni pa ditë civile dhe tjerë, gjithmonë jemi më të mirë në momentet kur gjykatat konstatojnë deri ku shkon liria jonë e fjalës, deri ku ne mujmë me raportu dhe këto janë standarde. Ne e dimë dhe jemi të vetëdijshëm që gjykata e bën ligjin, që gjykata me vendimet e veta e interpreton ligjin. Mirë po, këtu po duam të përmend faktin që përpas këtij trajtimit penal ose trajtimit në aspektet e krimit të sulmit ndaj gazetarëve, ne duhet me pas një ndihmë shumë të madhe edhe prej aspektit civil të gjykatës, e cila duhet me interpretu standardet e ligjit civil të shpifjes së të fyrjes dhe me na dhënë mësime deri ku shkon liria jonë e veprimit dhe liria jonë e fjalës. Fatmirësisht, disa landë kanë nisë me u përfundu, fatmirësisht për me i tregu publikut, ka dhe situata ku janë konstatu shpifjet, ka dhe situata ku ata që kanë abuzuar me fjalën e lirë janë gjobit ose janë obligu me pagu kompenzime, po këto janë situata të rralla. Pjesa më e madhe padive prap janë hull poshtë dhe liria e shprehjes po vazhdon me qenë, kisha me thonë, në nivelet të larta në raport me trajtimin gjyqësor. Darko, në dokumentare ke përmend faktin që linçoheni tash edhe prej institucioneve të Kosovës, sepse po du me kalu të kjo tema e linçimit, më qënëse edhe Kreshniku e përmendi, qofte edhe fyrjet apo sharjet që bën edhe ndaj gazetarëve, qysh, ose ma mirë me thonë kështu, kush qëndrën brapa këtyre linçimeve cilat i keni marrë, e për cilat edhe keni folë?
Pa ja, da bi vam odgovorio na to pitanje, prvo moram da se osvrnem i na ovo što su kolege govorile i evo, nemam nameru da branim tužilaštvo, ali želim da kažem da nije problem samo tužilaštvo. Dakle, i možda je tu čak i najmanji problem. Podsjetit ću na poslednji izveštaj Reportera bez granica, gde je Kosovo, ako se ne varam, na 99. mestu po slobodi medija. I šta je vlast preduzela da, recimo, nešto promeni u tom pogledu? Za prethodnu 2023. godinu, ja mislim da je isto bilo, ispravite me ako grešim, negde 72. treće mesto. Dakle, drastičan pad. Šta hoću da kažem? Ti pozivi na linč, te pretnje koje, recimo, mi smo ih dobijali i odavde, od kosovskih, ali i od nekih institucija, odnosno tabloida iz Srbije, gde imamo, dakle, situaciju da se novinari, mediji u društvu predstavljaju jako loše. Dakle, postoji jedan opšte toksičan narativ unutar, i ne samo na Kosovu, dakle, mislim da je takva situacija na cijelom Balkanu, da su novinari, ako kritikuju, a kritika znamo da nije nešto što je opšte prihvaćena norma, ako kritikuju, onda su oni ili strani plaćenici, ili su izdajnici, ili su ovakvi, ili su bliski sa Srbima, ili sa druge strane, ako su Srbi, bliski su sa Albancima. Ja mislim da je novinar univerzalna vrednost i da novinar ne bi trebalo da ispred sebe ima tu neku nacionalnu konotaciju. Dakle, istina takođe nema jednu, drugu, treću boju ili nacionalnost. Istina je istina. I samo je bitno da li ćemo mi kao novinari, odnosno kao ljudi i kao društvo prihvatiti istinu. Dakle, mnogi govore i kunu se, dakle, u istinu ako pogledamo kompletno javno mnjenje, ali ju malo ljudi upotrebljava, odnosno koristi u svom svakodnevnom radu kada govorimo o institucijama. Tako da imao sam, recimo, priliku da intervjuišem jednog visokog zvaničnika vlade Kosova koji kaže, pa ponekad Ustavni sud donosi kontroverzne odluke. A šta onda da kažemo za druge institucije? I zato mi imamo, dakle, linč, imamo i, evo, zaboravio sam da pomenem, Evropsku federaciju novinara koja je više puta deklaracijom pozvala vladu Kosova da reši sudbinu ubijenih i nestalih novinara o kojima je Krešnik takođe govorio. Dakle, i to su novinari koji, opet neću da ih delim po nacionalnosti, su izveštavali i na albanskom i na srpskom i na nekim stranim jezicima. Dakle, to je ono što je jako važno. Dakle, u takvoj situaciji gde mi imamo jedno društvo koje ne prepoznaje, dakle, neke opšte demokratske vrednostne norme, ne prepoznaje kritiku kao univerzalnu demokratsku vrednost, imamo takvu situaciju i imamo, dakle, medijsku pismenost koja je na jako niskom nivou, gde se uglavnom veruje nekim influencerima, tiktokerima, portalima koji su bliski partijama. Imao sam skoro jednog kolegu koji je bio u studijsku posetu Finskoj kao jednoj od zemalja koje su najrazvijenije kada je u pitanju medijska pismenost i kada se vratio on je bio u šoku. Kaže, znate šta, kod nas, kaže, tamo u Finskoj decu uče da budu kritični prema svom sistemu i da ga unapređuju, a kod nas decu uče da se adaptiraju na postojeći sistem. To je razlika. Dakle, zbog toga i kada govorimo o novinarima koji odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao, imamo situaciju da dođemo do toga da ako, recimo, mi izveštavamo o jednoj temi korupcije i pitamo gde su pare, sa druge strane će da se pojavi neko ko će da kaže, aha, oni su strani plaćenici ili oni su izdajnici ili nismo dobijali neke ozbiljnije pretnje smrću zadnjih možda 10-15 godina, ali bilo i toga, dakle, ili dobit ćeš metak u glavu. Dakle, bilo je nekada davno i takvih pretnji. Dakle, to je nešto što je jako, jako ozbiljno i što bi trebalo svi mi zajedno kao društvo da menjamo, a naravno tu i tužilaštvo, pre svega sud koji donosi odluke,
bi trebalo da nam pomognu u takvim situacijama. I mi smo, na primjer, imali samo u 2023. dva napada na novinare naše redakcije. U jednom od tih incidenata bio sam prisutan i ja, gde u jednom, dakle dva potpuno identična slučaja, gde je jedan procesuiran, drugi nije. Dakle, ali to je, ja to posmatram ne kao za nešto što je samo odgovornost tužilaštva, već koje su one druge strane. Da li je to možda neki veteran Oslobodilačke vojske Kosova, pa tužilaštvo ne sme protiv njega da pokrene neki postupak. Ili je s druge strane neko ko je blizak Srpskoj listi, pa njega ćemo da procesuiramo. Dakle, ako se radi o istim stvarima, jednostavno mora da postoje standardi koji se poštuju. Dakle, i oni treba da budu podjednaki za sve. Dakle, ali kritika kao ta univerzalna vrednost i kao ono gde je javni novac treba da bude nešto što je potpuno normalno i potpuno prirodno i da novinari pitaju, ali i da sa druge strane odgovorni daju nekakve odgovore umjesto da imamo probleme. Ardiana, Vetëm për më ndërlidh me Kreshnik. ato që ka Darko e tha dhe që ka është shumë më rëndësi me u saktësu. Pra, duhet mu gjetë gjithmonë motivi i krimit dhe gjithmonë duhet mu gjetë kryrës në mënyrë që te gazetarët mos me pastaj një ndjenjë që ata janë të sulmuar për një ose dy grupe ose tri grupe të tjera. Zakonisht sulmet ndaj gazetarëve gjithmonë e kanë, na e thoj, mizën mas veshit. Domthonë, secili gazetar e ndjen ka mundet me pas frikën dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme me u zbulu deri në fund kush ka qenë mbrapa sulmit dhe cili ka qenë qëllimi i njerëzve. Pra, unë muj me supozu që i kam 10 armiq, unë muj me supozu që në momentin kur e kam një incident ose një diçka, ai sulm ka mujt me arë prej këtyne 10 armiqve, po në rastet caktuar mund të qenë që ka ndodhur një diçka këtë rastishme, ka ndodhur një diçka e cila ndoshta se ka pas qëllim friksimin tam. Për këtë arsye, ato që po du me thonë këtu është që secili shqetësim i gazetarëve duhet me u trajtu pak më ndryshe se sa secili shqetësim i qytetarëve të thjeshtë, për shkak se puna që ne bëjmë është më senzitive dhe mund të pas probleme të tjera. Pra, duhet me kuptu edhe polici i cili e pranon rastin në stacionin policor, që në momentin kur dikush prezantohet që është gazetar, trajtimin me e bo ma të ngadalshëm, ma të thellë, se sa kur të vjen dikush që është qytetar i thjesht dhe ja kalon dikush një por papuqet e dera, nuk është sinjal shumë i keq. Është letë Kreshnik me zbulu kush shëndron mbrapa qoftë grupeve, qoftë personave individual të cilët edhe sulmojnë gazetarët në formë fizike, po edhe online. Na e dim që po të ketë vullnet dhe po të ketë, kisha me thonë, dedikim, sepse jo gjithmonë është vetëm vullneti, por është edhe dedikimi edhe kapacitetet, nuk ka krem të pazbulum në botë. Pra, mundën me shku 50 vjetë, po pati dedikim zbulohet si i tillë. Ajo që na do të me tentu këtu me ngritë është që disa situata për njerëzit e cilët punojnë tek autoritetet e sundimit ligjit, për ta nuk janë shumë trana. Pra, një mesazh në rrjetet sociale, shpeshherë mund të qenë hajtë se njerëzit po shkruajnë. Mirë po, na nuk du të me leju që gjuha, që veprimet ndaj gazetarëve me u shëndru në nonë. Pra, ato që fola ma herët. Nëse na vazhdojmë me toleru që shtyrja e gazetarit prej bodyguardit të kryeministit është e lejushme, ajo ka mu repliku edhe tek personat që punojnë sigurim, edhe tek personat e cilët ajo në kompetencat e njëjta ta kemi të qartë, Kreshnik. Nuk është çështja e kompetencës, sepse ajo është mbrojtje afërt, ka kompetenca ma zgjerume, mirë, po problemi është që jo të gjithë të tjerët e kuptojnë njëjtë, jo të gjithë të tjerët i kanë të njohura kompetenca. Dhe shtymja tani fillon me u bë normë. Fillon me u bë në atë stilin që po gazetarët bën me i shty. Bën me i shty secili dhe pastaj duhet me kuptu që shtymja mundet me pas pasojë. Pra, mundet me qenë gru shtatzanë, mundet me qenë personi i cili mundet me u lëndu, e tjerë. Pra, jo gjithmonë
shtymja mundet me qenë e lejuar. Jo gjithmonë ajo pjesë. Pra, keni parasysh që na kolegët tonë që punojnë, sidomos ta në gazetarinë ditore, janë persona të cilët marrin vesh. Nuk janë persona që i qëndron policit dhe nuk largohet kur ai thotë largohet prej aty. Nuk janë rebel, janë thjesht e kryjnë punën e vet, dhe kjo është ajo që na duhet me synu me ndryshu, pra mos me lënë që me na ushëndru në një normë. Aliona? Tash u folën shumë sana, për shumë sana e kam nga një përgjigje e para, ka të bëjë me cilësimin e veprës. Për shembull, prokuria, policia fillimisht, pastaj prokuria ka shumë probleme me cilësu një vepër si kërcënim, nëse ty dikush të ka përcjellur. Në kam një rast konkret, kur pas një raportimi që kemi pas për parat falc, mu më përcjell dikush, një ditë vikendi, edhe të nesrit më thirrë, më tregon në çdo vend ku kam qenë, me fëmijë, me veshjen, gjithçka tjetër. Normalisht unë raportojnë Policinë e Kosovës dhe kur e shoh në raportin e policisë, cilësohet si vepër ngacmim. Për ne, si gazetar, ngacmim nuk i bika ajo ngacmim, ajo është përcjellje dhe kërcënim, për shkak se pasaj me një telefonat tjetër, rasti është përmbyll në gjykat, normalisht, gjykata më ka thirrë, asnjëherë s'm ka thirrë mu ballafaqu me palën, por më ka lajmëru që pala ka kërku falje dhe është dënu me një gjobë minimale. Do thot ka nis prej policisë që e ka cilësu veç ngacmim një rast i cili ka mujt shumë lehtë më u shëndru në një rast shumë të madh dhe e ka përmbyll me një kërkim falje dhe me një dënim 250 nëse s'gaboj, ka qenë dënimi që gjykata në Prishtinë ja ka jap personit konkret, i cili ka qenë i ndërlidhur me storjen që ne e kemi pas me punën e falsifikimit parave false. Pra, është marrë veç me pjesën e ngacmimit, nuk e ka marrë hiç me gjyku as pjesën tjetër për çka na e kemi raportu. Të thonë, ka qenë edhe motivi, edhe gjithçka tjetër e ditën, por me kaq e ka mbyll gjykata dhe normalisht na që punojmë gazetar, jo të gjithë gazetarët kanë mundësinë me ndjek të gjitha gjykimet e tyre, kanë mundësi ose financiare ose kohore për me i shku deri në fund secilit akt kërcënimi që e marrin ose secilit akt linçimi. Tash për më lidh ato që e tha Kreshniku sa i përket Kreshniku dhe Darko narratives, e cila është kriju në Kosovë, sidomos në 5 ose 6 vitet e fundit, ose po e cilësojmë pas pandemisë, është me të vërtet një narrativ e cila neve na ka vu në pikado nga grupet e interesit, nga qytetarët të cilët mashtrimet që thonë të drejtin janë rritur edhe nga vetë qytetarët, jo vetëm nga grupet e interesit, politikant apo të biznesit, na ka vu në pikado duke na quajtur njerëz të pavlerë, njerëz të cilët nuk kemi kredibilitet dhe e ka hupe dhe rëndësinë e punës që ne e bojmë. Nëse na shkojmë sot në stacionin e policisë dhe raportojmë një rast, unë e di që prokuria e merr me shumë seriozitet dhe thirr, për një me thirr prokurori i krimeve të rënda telefon me vetë për rastin ose me të intervistu. Por para se me shku të prokurori, gazetarët e kanë shumë problem me raportu atë rast. Mund ka ndodhur një 2 herë më shku deri në stacionin numër 4 në Policinë e Kosovës për me raportu një 2 raste kërcënimi dhe në fund t'ju dal pa i raportu, për shkak se kom prit mbi 2 orë, për shkak se ka ndodhur një rast edhe unë çu krejt policia dhe thjesht jam dorëzu. Kur unë jam dorëzu që i kam 21 vjet përvoj punë dhe nuk kam dash me i shku deri në fund, një çështje që e kam ditë që mundet potencialisht me qenë e rrezikshme, llogaritë se sa dëshpëruese është për gazetarët e ri, të cilët marrin kërcënime, marrin shantazhe dhe shkojnë afrohen tek stacionet policore me raportu, edhe policia i thot prit pak ose apo hajt se s'ko ka bon nami, veç të ka thonë ty të ngrej zhak, nuk është kurgjë me të ngrej zhak. Me thoni politikan të ngrej zhak në përshesh është kogja e madhe. Sepse nëse politikani nuk të ngrej zhak, aje ka thonë publikisht në rrjetet sociale, dikush prej njerëzve të cilët e mbështet ato për një me mundet me dalë dhe më të ngrej zhak. Kështu që nuk është që i marrin shumë seriozisht këto çështje, ndoshta shumë raste të kërcënimeve dhe ngacmimeve as nuk raportohen fare, pikërisht për shkak se mungojnë çto hallkat e duhura për me raportu ashtu siç duhet. Prokuror, çfarë ndryshime, sepse përmendi Ardiana faktin që pak ka probleme edhe me i cilësu veprat penale. Çfarë lloje të ndryshimeve ligjore duhet me u bë për me i trajtu këto raste më mirë? Ja, në raport me çështën e aspektit cilësimit, dozën e përshkrimit në ngjarjes, cilësimi juridik i kësaj vepre penale ka qenë i drejtë, sepse elementet e veprës penale përfshin pjesën e ngacmimit, kur në ato raste për cilët një person i dërgon mesazhe në mënyra të caktuara, do thotë duhet me kuptu. Unë e lidha rastin e Ardianës, po në përgjithësi cilat ndryshime ligjore duhet me u bë? Unë po e them, është e rëndësishme tekstuohet se prokuria e shtetit është ligj zbatuese. Do thotë
ne e kemi për obligim që elementet e veprës penale për cilat i ka parapo kodi penal t'i zbatojmë dhe mi bazën e tyre t'i vlerësojmë dhe t'i cilësojmë veprën penale. E tha që në raport me punën e policisë është rëndësishme të teksohet se policia nuk bën kualifikim të veprës penale. Edhe kualifikimin që ne interpreton gjithsesi e përshkruan policia është mbi bazën e udhëzimeve dhëna nga prokurori kujdestar. Pra, është e rëndësishme të teksohet se edhe puna e policisë, ju e dini mbikëqyrët nga ana e prokurisë shtetit. Çdo veprim që ndërmerret, ne e kemi për secilin rajon nga një prokuror kujdestar, i cili për çdo rast që trajtohet apo paraqitet, komunikohet nga ana e policisë dhe i njëjti jep udhëzime në raport me veprimet të cilat duhet ndërmarrë që konsiderohen udhëzime të shpejta. Por në raport me çështën e ngritur, edhe sa i përket Kreshnikut, edhe sa i përket Darkos, nuk ka rast i cili mbetet pa u trajtuar dhe nuk ka rast i cili nuk mbetet pa e dhënë vlerësimin e prokurorit shtetit në raport me çështjen e iniciimit apo jo të veprës penale. Për secilin rast, sepse ju duhet ta kuptoni, një element i posaçëm e interpreton faktin se a kemi të bëjmë me çështje të aspektit penal apo me çështje të aspektit civil. Dallimi mes tyre mund të jetë aq i vogël, por aspekti profesional i punës prokurorit shtetit e cilëson atë për aspekt penal, gjithsesi iniciot procedura penale dhe për tjetrën e trajton që çështja duhet të zhvillohet në kuadër procedurat civile. Unë mbaj qëndrimin në raport me çështën e pyetjes të bashkëpunuar nga ana juve se kodi jon penal, duke qenë se parasheh për disa rrethana forma të kualifikuara të vepra penale, duhet ta përfshi edhe si formë të kualifikuar e nëse jo edhe formë si veprës penale të posaçme, rastet kur kemi të bëjmë me sulme ndaj gazetarëve, sepse ju e dini, ne kur kemi të bëjmë me raste sulme ndaj gazetarëve, është forma e përgjithshme me cilët edhe trajtojmë aspektin penal të saj. Pra nuk ka formë të kualifikuar, sepse kodi penal në kuadër të shembull kur kemi të bëjmë me punën e mjekëve, punën e policëve, punën e gjyqtarëve, punën e prokurorëve. Për gjitha këto rrethana ne kemi forma të kualifikuara të vepra penale për cilat parashit dënimi deri në 5 vite në raport me çështjen e veprës penale të zëjmë të kanosis, ndërsa kur kemi të bëjmë punën e gazetarëve është deri në 6 muaj apo 1 vjet. Ky është dallimi, flasëm me aspektin penal. Unë jam ligjzbatues dhe ligji më ka përkufizuar elementet e veprës penale, po edhe format e kualifikuara të saj. Në rastin konkret, unë mendoj dhe kërkes kjo në raport edhe me disa shtete të rajonit, sepse disa shtete të rajonit, vetë Ballkanit, e parashojnë formën e kualifikuar të veprës penale kur ndërlidhet me çështjen e punës së mediave. Dhe unë mendoj që na duhet ta ndjekim atë praktikë dhe ndryshimet e kodit duhet përfshihen edhe këtë pjesë. Kreshnik, shumë shkurt në fund, sepse jemi në fund të emisionit. Na jemi mësuar me po të bardhën edhe të bardhën e zezën, po e them kështu shumë thjesht, me po zgjidhjen e problemit vetëm në aspektin penal dhe në aspektin civil. Pra, me hap hetime penale, ose me kalu në çështjen e zgjidhjen e çështjes në padi civile. Unë mendoj që këtu jemi të harruar një element shumë të rëndësishëm i cili duhet me u vendosë në tavolinë dhe duhet me kërku për institucionet të Kosovës që trajtimin me pa edhe në këtë aspekt, e që është aspekti disiplinor. Pra, jo gjithmonë i veprimi i zyrtarit të shtetit është vepër penale. Mirë, po ai mundet me qenë shkelje disiplinore, kodeve disiplinore të brendshme të institucionit. Dhe në këtë situatë, unë mendoj që na kemi nevojë me pas një intervenim shumë të madh dhe shumë emergjent. Pra, këta këshilltarët e ministrave, këta këshilltarët e kryetarëve të komunave, këta këshilltarët ose këta obortarët e politikanëve të cilët i pengojnë gazetarët, janë të trajnuar për mos me bë vepra penale dhe na këto e dim, pra ata janë të trajnuar që pengesën mos me bë deri në mënyrë se ata me kry vepra penale. Mirë, po ne do të ata mi trajtu në aspektin disiplinor, pra është shkelje e kodit të etikës së shërbimeve civil, nëse ti pengon tjetrën në punën e vet në forma të tjera, jo vetëm duke kry vepra penale, dhe unë mendoj që na tash duhet me nis shtimin e presionit tek zyrtarët institucional që nis me ndërmarrë masa ndaj obortarëve të vetë, të cilët publikisht i fyjnë gazetarët në rrjetet sociale, publikisht i pengojnë gazetarët në punën e gjatë kryerjes së punës vetë, publikisht kryjnë sjellje të paheshme në raport me gazetarët, edhe publikisht ndikojnë në rritjen e kësaj urrëties ndaj profesionit gazetarisë. Për këtë arsye mendoj që tash na do të më kërku dhe politikanëve që në situatat kur obortarët e tyre i kanë pengu gazetarët, ata me i largu ata prej punës edhe me i ndërshku në aspekt disiplinor. Ligji e lejon këto dhe
ende nuk kena pas situata tilla, mendoj që duhet me ngritë zonën në këtë tim. Faleminderit të gjithëve për këtë diskutim. Shikues të nderuar, ishte ky debati për sigurinë e gazetarëve. Ne mbesim me shpresën që ato që ka u thënë këtu në këtë debat të marrin trajtimin shoqëror e institucional. Ne kaq kishim për sonte, vazhdoni me na shkruajt në kallza.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.